Po shkon drejt përfundimit një prej investimeve më të rëndësishme infrastrukturore turistike, rruga që lidh dy Bregdetet në veri Velipojen me Shëngjinin. Investimi me vlerë 3.8 miliard lek pritet të sjellë një zhvillim të mëtejshëm të turizmit në Bregdetin e Adriatikut, ndërsa shkurton distancën mes dy plazheve nga 66 km që kryej për 1 orë 20 minuta në vetëm 15 km për 20 minuta. Për banorët kjo vepër infrastrukturore është e shumë pritur pasi rrit turizmin, fuqizon biznesin dhe zhbllokon trafikun që paralizonte pushuesit me orë. Po ne si banorët zonës e kena mirëprit për shumë arsye. Një që është shkurton distancën, ndoshta kena bën për 1 orë gjysmë më shku deri në Lezhë, tani mund na me bën për 20 minuta. Edhe tjetra është që është një rrugë që sjell të ardhurna për këtë zonë, sjell turizëm më shumë. Kjo zonë tani nuk është më aneksi i Velipojës, është porta e Velipojës. Shumë kënaqur, sepse kjo jep një zhvillim pa kësaj zonë. Duke qenë edhe zonë bregdetare, patjetër që do të zhvillohet. Sepse deri sot ka kanë zonë virgjërt. Sot e mbrapën besoj se do të fillojnë edhe investimet. Duke parë sepse është zonë bregdetare. Me pa shninin, zonën e Neqi, ka kanë rruga e bame, është sinata me ditën me Velipojën, prej që ka qenë më afër. Sot, dalim në më afër se Velipojë, besoj se fillojnë investimet edhe këto. Në rrallë parë falenderojmë qeverinë për ton këtë investim si në kallon, se na jena kënë një zonë shumë e mrapametën, me të në aspektet e zhvillimit. Sot jena, si me kënë në duket vetja, si kur me kënë në Amerikë. Kënë një zhvillim për ne, për zonën, për banorët, me dalë që do me tregtua, jena të fituar në këtë aspekt. Një rrugë ne gjithmonë zhvillim, se ka kanë virgjë dhe ka me pas shumë kërkesa për me pas sa më shumë njerëzit, edhe ne zhvillim normale. Aksi panoramik ruan pejsazhet natyrore të plazheve të Shëngjinit, Ranës së Hellun, Rjollit dhe Luginës së Vilunit, duke e kthyer zonën në një destinacion tërheqës turistik. Investimi ka sjellë rritje të ndjeshme të vlerës së pronave, ndërsa pritet të nxjisë investime të reja në fushën e turizmit dhe hotelerisë, duke ndikuar drejt për drejt në zhvillimin ekonomik. Pas këtij investimi për Velipojën pritet të nisë edhe ura mbi lumin Bunçi e lidh atë me Ulçinin.